Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe sërish kërkoi takim liderësh ndërsa paralajmëroi se të hënën do t'i sqarojë edhe pikat e takimit, që të hënë do t'jap një propozim konkret se çfarë duhet të diskutojnë liderët e partive më të mëdha politike, sepse mesazhet nga BE-ja janë të qarta. Derisa presim dhe nuk bëjmë asgjë, është humbje kohe. Të rinjtë shohin këtë vetëm si një nxitje për të emigruar. Askush më nga gjeneratat e reja nuk do ta shohë të ardhmen këtu në Maqedoni nëse nuk e zhbllokojmë atë rrugë integrimi evropian, nëse nuk punojmë së bashku për përparim më shumë sfera që të bëjnë jetën më të mirë dhe me cilësi më të lartë, tha lideri i LSDM-s. Por VMRO DPMN nuk e sheh të nevojshme të ketë takim të ri liderësh. Antari i Komiteti Qendror të VMRO-s, Valentin Manasievski, i pyetur për komentin e deklaratës së liderit të LSDM-s opozitare, Venko Filipçe, se do të propozoj pika për takim liderësh, tha se nuk ka nevojë për një gjë të tillë. Zato Filipçe treba da odgovori. Para së gjithash, dëshirojmë që Venko Filipçe të mos i shfrytëzojë mundësitë e takimit të liderëve për të ngritur rejtingun e tij. Ka pasur vetëm një muaj më parë një takim liderësh dhe besoj se nuk ka nevojë për një tjetër. Nëse Filipçe dëshiron të takohet me partnerët e koalicionit, mund ta bëjë këtë me Ali Ahmetin, Taravarin apo Dimçe Apasievin, sepse ata janë të njëjtët njerëz me vlera të njëjta. Një ditë më parë, kryeministri Kristian Mickoski bëri thirrje për unitet mes partive për interesat kombëtare.